Fustani i martesës nga 1500 flet letrash divorci. 15-vjeçaria Demi Barnes nga West Sussex krijoi një fustan nusërie unik për një projekt arti shkollor, duke përdorur 1500 flet letrash divorci. Ky fustan simbolizonte martesat e nxituara dhe u ndërtua brenda 2 ditësh gjatë një provimi 10 orësh. Krijimi i saj u bë shpejt viral në Facebook, duke tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve. Tani, në moshën 27 vjeçare, Demi Barnes planifikon të hapë studion e saj Pilates.